kemi vendos mush për ngull për i këtushit, shyqa o dal një 2 herë, kemi këqyrë, edhe kemi vendos me marë. Thash unë vetës më je marë, thash që s'pam ri me marë. Eton, thash që vjen edhe ti e marë. Na kemi pas një shoqni, Mehmet Berisha, tha kemi vendos mush për ngull për i këtushit, me bo një objekt më të madh dikun, kemi vendos mu dalë për i këtushit ma në periferi, se dojmë mos gjënu me lokal. Për mos gjënu me kitë lokal, këto sene, thot, dojmë me shit këto, dojmë me shit lokalin këtu, edhe drejtë me thonë, unë e reagova që thash që shpeshet lokalin këtu. Tha, ma mirë është mos gjënu, apshe krejt bizneset e mdoj janë dalë në për rëthin, tha dojmë me dalë edhe na. Çfarë objekti bëhet fjalë aty? Sari janë aty janë dhetari, edhe tash është objekt montazh, jo ndërtim i fortë, është ndërtim objekt montazh, si duket i ka 600 metra katerore një pllak, do më thonë ajo është 2 katshe, çatë dikon. Po është montazh. Thot na ka vetë tonëve. Unë drejtë me thonë një kohë i kumë thonë jo. Mas 2 mujve i kumë thonë qëti shqyqërisë. Kem të pi kafe, thëmë shqyq peshet meti lokalin. Se mu më thiri meti, tha, e kom afru pazarin me do të ferizajt. Tha edhe bëllë po pritemi edhe në aty, nëse këta s'po mlonë në lokal. Ta po më thujnë po, pe marëm, po, të të më nërëshu lokalin. Mu tha, s'po më konverna në ashtu, se s'po mu i dalë në me një herë për regullu punën, knena. Shyqa, o dalë një 2 herë, kemi këqyrë, edhe kemi vendos me marë. Thash unë vetës më je marë, thash që s'pam ri me marë. Eton, thash që vjen edhe ti e marë. Jemi ullë, kemi bisedu me ta. Edhe kemi pru një qmem, ka thonë, okej, po menoj, edhe të regoj. Të nesret nga ka thirë, jemi shkue në kafe, jemi ullë, kemi bisedua për këto. Tha, kom vendosa, mja dhënë lokalin. Historiku i kësaj pronës, apo me qëjtë këj problemit, është prej marsit 2012, të cilën e kemi ble zbashku me ortakon Zahir Gubetini. Që sheni taku, kush ju ka thonë? Historiku i kësaj është në këtë formë. Zahir Gubetini është shok i jemi i moqëm. Në jetën ko ka pas shoshni me shqitësit, përkatësisht me Mehmet Berishën. Që kanë dalë kafe, tash mos thëmë, se s'këm pas obligime, ndërko bisedojnë ata me zveti, thotë, jam interesun me shqit lokalin. Si mas Zahirit, që më ka të regu atërë, ka thonë gjë që kënë bisedua, pse po shet, ndoshta funksionon mirë, ju kanë nërshtitu që, apo kanë një përfundim që duhet me shqit lokalin. Kanë bisedu disa herë, Zahiri të herën e pari ka thonë, jo, s'jam interesum. Ndërko, vjen Zahiri, kalojnë 1 muj 2, nuk e di saktash sa ko ka kalu, dhe thotë kështu njën po shet një lokal. Fillimisht i kom thonë jo, pa analizu, ndërko thotë po hajde shkojmë i këqyrëm, kemi shku, kemi pa, edhe ka qenë, kom qenë interesun edhe unë me pa qëka është. Gjithmonë, tu mendu se kur propozon Zahiri, është një si propozoj unë, sikur Zahiri, kemi që si raporte që i ka analizu mirë, dhe pa dyshim që i ka analizu mirë Zahiri atëko. Edhe thot, po do në me shqit, shkum e pa, kur Zahiri ka qenë ma shumë në rrjedhën në këtë punë, se sa unës edhe pse jo njoftë. Bisedojnë për çmime dhe vinë dhe një konkludim dhe më thotë që po shqyq, po do në me e shqit, kemi bisedu me ta. Shkojmë, bisedojmë, mos gabofsha ka qenë muaj mars të vitit 2012, kur kemi bisedu. Për herë të pare, kom po atë person
atë ditë në tavolinë, Cili ka qenë aty? Mehmeti. Dhe pyetja parë që unë kam bërë, kam pyet Mehmetin dhe Zahirin, a keni bisedu kush është pronar, ç'a është. Mehmeti në mënyrë decisive ka thënë, jam unë dhe ka argumentu me fletën poseduese dhe kopjen e planit që ka qenë i vetmi pronar. Dhe kemi dalë, kemi bisedu, kemi negocu për çmimin.